strukturat e shoqërisë sigurisë fizike private duhet të kenë, si thua, një limit të fushës së tyre të veprimit, një limit të kompetencave të tyre dhe sigurisht që nuk duhet të ketë në asnjë mënyrë, në asnjë rast përplasje të autoritetit të policisë apo vënie në diskutim të autoritetit të policisë, ndërkohë që strukturat e këtyre shoqërive, si thua, marrin edhe përfitojnë apo te i kalojnë kompetencat që ju jep ligji. Unë mendoj që ligji përkatës i shoqërive të sigurisë private është krejtësisht i qartë dhe që i ndalon pra ato të marrin edhe të kryejnë kompetenca policore të cilat janë fushë veprimi dhe fushë operimi e strukturave të policisë së shtetit në mënyrë ekskluzive.